Prej ditësh në këtë fund dhjetor, qytetarët vlonjat çdo mbrëmje në zona të ndryshme të qytetit përfshihen në atmosfera festive, teksa presin natën e ndrimit të viteve me këngë dhe me valle. Aktivitetet festive janë të organizuara nga Bashkia e Vlorës, ndërsa të nisurat disa ditë më parë po vazhdojnë. Ndërkohë që mbrëmjen e së premtes, ata janë mbledhur në sheshin pranë Sahatit. Një koncert festiv është ndjekur nga qytetarë të shumtë, ndërsa të pranishëm dhe shumë emigrantë që kanë mbritur në Vlorë për festat e fundvitit, por edhe turistë të huaj. Qytetarët e pranishëm kanë duar trokitur mbrëmjen e dieshme këngëtarët Rezarta Hoxhaj dhe Fisnik Sulaj. Zëri i artistëve është shoqëruar shpesh jo vetëm me duar trokitje, por këngët e tyre u kënduan edhe nga vlonjatët në shesh.